Përshëndetje gjithëve miq, takojmë në këtë pjesë tjetër të Albania Newscast. Do të ndalemi te protesta që ka hyrë në muajin e saj të parë, po e përfundon një protestë e cila ka marrë vëmendjen e mediave ndërkombëtare, padyshim dhe një vëmendje të madhe të publikut shqiptar, por ka disa dimensione të cilat kanë mbetur pa u trajtuar. Është dimensioni i asaj që zoti Rama e ka sulmuar që në ditë e para të influencerve, dhe për këtë do të flasim ditën e sotme. Kam një prej tyre, një influencer e cila merret edhe me biznes, Rekeda Çupi. Rekeda, faleminderit. Kënaqësi që të kam. Ne jemi njohur në protest. Po. Shumë njerëz kam njohur aty në protestë dhe jam e lumtur që jam këtu. Pse jo të flas për Fillimisht më jep një përshtypje të parë. Pse ju bashkove protestës një herë? Pse të lindi kjo dëshirë që ti të shkoje në protestë? Shiko, është ndjesi, pa ma bëhet fjalë edhe për të ardhmen time, edhe të fëmijëve të mi, edhe të pasardhëve të mi, por edhe për të rinjt. Unë jam shumë afër të rinjve sot edhe e di shumë mirë se çfarë mungesash kanë, apo se çfarë kushtesh duhet të kemi për një jetesë akoma më të mirë. Qoftë ajo që na ofron shteti. Pjesën tjetër sigurisht ja ofron vetë njeriu, individi, të ardhurat apo jetesën me forcat e veta, me punën e vetë dhe me çdo gjë që krijon për të mirën e tij. Si u njohë me protestën, ose si të erdhi protesta ty dhe pastaj ti vajte atje? Shiko, me thënë drejtën ka qenë pjesa më e dhimbshme për mua, unë jam shumë empatike si person. Kur ai personi në Vlorë u tërhoq zvarr edhe unë ndjeva e pambrojtur, ajo ka qenë për mua pika ku unë ngrita zërin në Instagramin tim. Filloj nga rrjetet sociale. Po, filloj normalisht, aty e ngrim zërin ne, se normalisht në familje apo kështu, po domosdo influencerat sot apo blogerët apo njerëzit që kanë ndjekësa edhe kanë shikueshmëri, kanë ndikim te shoqëria. Pra ti e bëre se u ndjeve empatike, nuk është se e bëre për disa like më shumë që thot zoti Rama. Jo, vetëm unë jam shumë empatike, shumë e ndjeshme, sepse e njëjta gjë mund t'i ndodhe dikujt një njeriu, se njeriu po nuk e provoi, po nuk e ndihu atë që një padrejtësi që i ndodh tjetrit, do ta ndjej vetëm atëherë kur ti shkoj te gjëja personale. Unë nuk pres që të ndodhi personalisht, pavarësisht se kam pasur raste në familje që nuk kam pas mbrojtje dhe kanë shku situatat jo mirë, për sa i përket rregullave të shtetit, të policisë apo të mbrojtjes. Edhe aty ishte një polici e tëra që nuk bëri asgjë për një qytetar që në reagimin tim edhe në videot që jam parë, nuk ka pas as dhuna i person, protestuesi që ishte nga ana tjetër, po fliste, po debatote. Gjërohet private, në fakt ata që tërhoqën zvarr edhe. Po gjithsesi policia ishte. Policia e shtetit më pas i largoi nga puna, arrestoi, po reagoi me vonesë. Me vonesë, gjithmonë me vonesë. E mira ishte të kishin ndërhyj aty, edhe mos 200-300 metra që ishte tërheq zvarra i njeriu mu duk jo diktatur, po ishte shumë e rëndë në qoftë edhe në sytë e botës. Sepse unë gjithmonë eci me këtë mendimin që ne duhet përcjellim tani sinqerisht një energji, një kulturë që shteti jonë do bëhet, se gjithmonë i vogël, nga përmasat, por na njohin në një sy tjetër bota atje jashtë, edhe për disa gjëra që njerëzit kanë bërë, por pse të lëm një shije të tillë që ndodh në Keda, ti kur del në protest, je dakord me gjitha kërkesat e protestuesve? Pra, ke dhe ti zërin tënd në ato kërkesa, i gjen veten? Gjej veten pothuajse 99.9%. Nuk e dia ka ngel në 1% që unë nuk jam dakord, por në gjitha pikat që aty preken, janë të rëndësishme për jetesën. Qoftë duke folë për spitalet që është folur, qoftë edhe për natyrën, unë dua që trashëgimia ime, apo ajo copë toke e vogël e madhe, unë ta ketë mbesa ime, ta ketë nipi ime dhe të trashëgohet me gjakun edhe pasardhësit e mi. Unë nuk po dua disa koloni, se t'ishte puna për koloni apo për shtete tjera, kot atëherë nuk jemi me italian sot, apo me turqit, apo me gjërat e tjera. Ama përderisa ka luftu për këto toka, pse duhet i marrë një huaj edhe ka jo pika e nartëse, unë nuk jam kundra investimeve. Okej, merre, investo, unë jam vetëm origjinë nga Bulqiza. Për shembull, po të flas për minirat e Bulqizës,
Edhe aty i kanë të huaj, nuk dua të përmend emra i kanë të huaj që i kanë marrë përsipër edhe po i menaxhojnë, ama nuk e kanë bler tokën e Bulqizës. Në momentin që është shit blerje, aty ishte pjesa e nartës apo e gjakut shqiptar për të mbritur tokën e tyre. Ndërkohë investimi mund të bëj, mund të merrej fitimi, mund të përdorej për këto investime, po jo të shitej. Domethënë, ky është ndryshimi i investimit të drejtë në një zonë që po e shikoni strategjike, por jo që të shitet në anën tjetër për shumë vite me radhë. Ti vetë me çfarë merresh përveç rrjeteve sociale që je shumë ke popularitet e tjera? Unë jam marrë me shumë gjëra, unë kam mbaruar vetë studimet për arkitekturë, ama dita them që rrogat apo pagesat apo të ardhurat që mund më sillte vetë profesioni im duheshin shumë vite jetë që unë të jetoja po me ato të ardhura. Edhe domosdo, kur unë kam punuar në studio arkitekture, kam pasur edhe 2-3 punë të tjera që t'ja dilja me jetesën në Tiranë. Pra është e vështirë jetesa për një të re të 20 apo jo? Po. Mua më duket e vështirë sepse, normalisht në varësi të njeriu se sa kërkon nga vetja. Unë jam një njeri që kërkoj shumë nga vetja dhe du ta shikoj me një jetë që mund mos më dhimbset mos kem pengesa për një spital, një hall, një dëshirë time, një udhtim apo qoftë edhe për transportin, mos vuaj siç kanë vujtur edhe brezat më para, se sa më shumë kalon koha, aq më përpara duhet jemi edhe aq më pak vujtje duhet të përcjellim te ardhmja. Shokët e tu, kolegët, shoqet, si e kanë pritur? Të afërm nuk e di, flas gjithmonë gjeneratën Z, pra brezi jot. Pjesën e kujt? Daljes në protestën, si e kanë pritur? Kam pas reagime shumë pozitive që më kanë thënë bravo, normalisht kanë hipoteza, se habite me hipotezat, kusht ka përfshirë, si e përfshirë, fshien ca pagesa aty, jo, unë jam empatike si njeri. Ti nuk e patur motivime të tjera financiare? Absolutisht, as për lajke që thotë, zoti kryeministër, ish kryeministër dua ta quaj, sepse di që do bëhet një ish shumë shpejt, në funditësh. Edhe as për like, as për views, unë Instagramin më vjen mirë që na ka dhënë rëndësinë e duhur, sepse zëri ynë nuk ka rritur aksionet. Zëri ynë ndikoi edhe njerëzit kuptuan se puna jonë që nga rëndësishme, kaq vite, se unë kam që 2018 që merrem, është 2026 dhe i thon 8 vite që unë merrem me Instagramin, unë nuk ngela për protestën për të marrë krejt viewersat. Sa ke followers ose kam mbi 170.000 ndjekës, edhe unë nuk e kam të nevojshme vëmendjen. Pra nuk e kishe nevojë ta merrje. Jo, unë kam punuar edhe në televizion, kam punuar gjithandej dhe sot me një skandal më të vogël ti bëhesh virale dhe bëhesh e famshme në Shqipëri. Ky është realiteti i ditëve të sotme. Kështu që unë nuk kam pritur, nuk kam qenë ai personi që unë të bëj diçka për të marrë vëmendjen ke kjo që ndodhi. Por e kam bërë sepse e kam ndier je shumë afër, se dhe vetë nga një familje shumë e thjesht, rroktarvi, dhe e di se sa vujtje është marrësh një shkollë për një tri. Kur nuk kem mbështetje, qoftë edhe nëse je nxënës ekselencë, unë kam qenë ekselente dhe nuk kisha një përkrahje apo një shpërblim nga shteti, apo që ndihesh e vlerësuar për atë që ka jep, nuk po them për atë që rrin, paraziton, apo nuk investon apo nuk bën asgjë që të marrë një gjë në këmbim. Ama kur ti do t'japish shumë, normalisht do presësh një vlerësim apo dyert e hapura, ndërkohë që këtu funksionon miku, këtu funksionon leku, këtu funksionon disa gjëra që janë të shëmtuara. Okej, në gjithë botën ndodhin këto, po këtu po ndodh me sasi të mëdha. E ke provuar në një shtetin ose apo kemi dëgjuar këtë pjesën? Fatmirësisht, fatkeqësisht nuk e di se cilën të them nga këto, jo, nuk e kam provuar. Të intereson apo s'e jep fare? Nuk më shkak të kushteve që ti the. Momentalisht shiko, e ardhmja nuk i dihet kur. Unë jam në fushën e biznesit tani edhe dua absolutisht shumë me ndjej veten te sipërmarrja, edhe është biznes shumë fitimprurës, ndërkohë unë e kam ndaj edhe me ndjekësit e mi këtë gjë. Kur më kanë thënë pse ke dalë në protesta, rroga, njeriu i krijon vetë ardhurat, unë i kam thënë shiko,
unë nuk varem, gjëja që unë bëj, biznesi që unë bëj është internacional, global. Nuk varet fare nga ekonomia e shtetit. Sepse unë kam partnera jashtë vendit edhe nëse unë s'dua të punoj me Shqipërinë, s'dua të punoj fare edhe nuk ndikohem, edhe pse jetoj në Shqipëri. Por, domosdo ndikohem edhe unë nga ekonomia e vendit, sepse të blesh sot një shtëpi apo të bësh disa gjëra të mëdha, duhet shumë më shumë punë se sa një njerëz apo një mbështetje që unë shikoj dhe jam në kontakt me njerëz që jetojnë jashtë, edhe kanë akoma pak më të lehtë. Pra po thua që për një të ri në Shqipëri, për një të re, siç e ti, është shumë e vështirë ndërtimi i jetës, po flas ato kushtet, po themi normale, një shtëpi dhe elemente të tilla. Edhe unë po flas për baziket. Sigurisht njeriu ka mbijetu edhe do mbijetoje. Po pse shqiptari, unë jam fut edhe njeriu është sa të kërkoje, e kupto Arber, është sa të kërkoje atë do marri, po. Ka disa njerëz që nuk janë gjithë të fuqishëm në biznes, nuk eksperimentojnë shumë, por kanë mbaruar të studimin, duan të krijojnë atë karrierën e madhe, taka ajo karriera. Një rrogë nuk është e mjaftueshme për jetesë normale. Nuk po them unë që shteti do më rregullojë mua jetën, do më sigurojë mua shtëpinë apo gjëra të kështu. Po unë kur ndihem e pasigurt në rrugë, kur nuk kam spitalet e duhura, kur çfarë të them se mungojnë infrastrukturën, mua do më prishet makina më shpesh, unë do së murëm do të shkoj te privati, sepse te shteti nuk gjej asgjë, edhe janë disa gjëra që ti merr avash dhe nuk të le të ndërtosh atë gjën e madhe për një të ri. Sa absolutisht varet nga vetë njeriu, por shteti duhet të ketë ato gjërat më të bazike. Çfarë të ka pëlqyer më shumë te protesta dhe çfarë ndoshta nuk të pëlqen, pra duhet të rregullohet? Shiko, gjëja nëse unë kam shku ditë e parë me dëshirë, edhe më beso që kur iki nga aty, më duket sikur leca fëmijë, ka një energji aq pozitive me ato të rinë. Janë aq të bashkuar sa që unë kam qenë pjesë aty edhe më ka rastisur me fole, sikur i njihen gjithë bashkë, sikur janë gjithë në njëjtin mendim, kanë një unitet. Nuk e di se kush flet, jo po janë të përçar, jo po disa janë kështu, jo. Njerëzit që unë kam takuar, çdo kush aty gjendet për situatën konkrete të atij. Qofse i ka hik. Ka një solidaritet, ka një empatizëm të madh, po thua. Po, njerëzit me njëri tjetrin, po edhe dëshira për të rikthyer, pjesë që unë domosdoshmërisht dua ta përmend dhe ta theksoj, emigracionin, se sa nëna kam takuar apo sa ne të rinj që i kanë ikë vllai, ka ikë shoqëria, krejt jashtë. Edhe kjo është e dhimbshme. Qofse unë të tregoj një pjesë, sinqerisht më ka ngelur edhe dua t'ja tregoj edhe të tjerëve se është për të reflektuar. Unë motrën e kam Gjermani. Është me diplomë, me bachelor edhe 2 mastera edhe u fut në bank si financiere edhe kur kam shku nëse është në Gjermani tani edhe kam shku te noterja. Po. Kam shku te noterja për t'i kalu letrat e shkollës në gjermanisht, për t'i konvertuar në gjermanisht. Edhe ta dish reagimin e asaj noterjes, ishte 60 vjeç, shumë në moshë, edhe thash kam këto letrat edhe thash të shkollës edhe më duan në gjermanisht. Nuk i thash as janë të motrës. Po ku po shkon më nan? Po si do ikesh dhe ti më nan? Unë ngela se hera parë që po e takoja. Po vin 10 diploma, vin 20 diploma në ditë më nan tha, do na lini vetëm, ju mbushën si me lot. Po them sinqerisht, është aq për të ardhur keq, saqë unë vetëm ngela se nuk e prisja atë reagim nga noterja, hera parë që e takoja një njerëz, edhe i shkonin lotët, nuk e di se sa kishte pas para meje ndoshta, edhe ishte po është sinqerisht e dhimbshme. Shumë nëna po i digjen zemra për me pa fëmijët, edhe kjo pjesa e emigracionit është gjëja që prek çdo kënd. Si mu si ty, si çdo kënd e ka, çdo kush, çdo familje ka. Vetë ke menduar largimin apo aty pas gjithmonë? Unë kam thënë gjithmonë që guri i rënd peshon vetvend. Nëse je shkafet këtu, do jesh edhe jashtë. Nëse bëhesh këtu i Zotit, do jesh edhe jashtë. Nëse këtu do punosh për rrogën, do kërkosh atë jetën normale, atë jetë normale do kesh edhe jashtë, sigurisht. Por ka pas momente që kam thënë, okay,
njerëzit nuk bëhen, se na herë javim edhe njerëzit, na herë javim edhe shtetit, na herë njeriu se di se çka kërkon vet. Ka pas edhe raste kur kam pas probleme me doganat, me taksat edhe përderisa nuk jemi shtet MBE, dogana, unë merr me produkte dhe besoj se e kupton pjesën e doganës se sa e vështirë. E kam e dëgjuar, nuk e njoh se s'm ka lidh, po ta besoj. Por çdo gjë vonohet, çdo gjë është ekstra, se normalisht shtetet në BE, distribucioni është shumë i lehtë, shpejtësia, normalisht edhe faturat e transporteve janë ndryshe, përderisa jemi shtet me dogan, më pengon nga biznesi që unë bëj. Por me shpresën që do ikej zoti kryeministër dhe do futemi në BE, na ka thënë që do na vuzi këtu në BE. Ai thotë që vetëm unë mund ta fus. Si e shikon Ramën? Më jep një koment të ftohtë ndin si një re Gen Z. Shiko, unë kur nuk e kisha parë veten që unë do flas për politikë, sepse jo, nuk dua çështje politike, më duhet opinioni jot si një individ. Që po ja del vetë në jetë. Unë dua vetëm ta shoh me kaq pjesa që kam parë. Atë besoj se kam studiuar vetëm këtë pjesën e protestës së këtej. Kam studiuar edhe karakterin pak të zotit kryeministër Rama apo ish kryeministër. Se më pëlqen më shumë kur i them ish kryeministër, sepse është manifestimi shumë i madh dhe di që do jetë një ish kryeministër. Si të duash ti? Ajo është drejta jote. Shiko. Që është i korruptuar është që mund të bënte më mirë, mund të bënte edhe do linte gjithmonë njerëzit që kanë lënë gjëra të mira, kanë ikë me dignitet, kanë jetu me dignitet, kanë jetu me kokën lartë, edhe duke ditë se më bërë këtë krahasimin që një re që ka formu vetë gjërat e reja, gjërat e veta, kam dash gjithmonë të jem me kokën lartë, të jem drejt për drejt me njerëzit, të them atë që ka pas një intervistë zoti Rama që mua më doli në rrjetet e mia sociale, sa aty po shohim gjithçka. Sot se është normale, të gjithë. Mediat tona nuk po nxjerrin asgjë, fatkeqësisht. Edhe më doli një video që kishte vetëm një frazë dhe aty sinqerisht e mora kam një diçka si karakter, o të fuske pozitive, o të fuske negative, nuk ka, o e bardha është e bardha, dhe zeza është e zezë për mua. Edhe kishte një pjesë që tha, unë qofse premtoj dhe jap fjalën, e mund të ta gjej, mund të ta dërgoj pastaj, qofse unë tha jap fjalën, tha, fjala ime është ligjë dhe unë nuk e them qofse unë nuk e bëj. Edhe ka qenë një nga këto premtimet elektorale më para që ka bërë në për vende, takime, po. Edhe tha, unë qofse e them diçka, tha unë e çoj deri në fund. Ai ka thënë shumë gjëra deri tani dhe nuk i ka çuar as deri në gjysmë dhe jo deri në fund. Por na duhet një lider akoma më i mirë që është në të drejtën e popullit dhe është pak patriot. Unë e di që normalisht kur përfshihen interesat personale, çdo kush do mendoj për veten para se me mendu për të gjithë. Ama patriotizmi apo për të mbrojtur tokat apo për të dashur të mirën e popullit, duhet një lider që është i drejtë, edhe me popullin, edhe me veten, por në përgjithësi të doje të mirën e ardhmërinë e vendit. Cili është mesazhi që do t'i jepje? Sepse ju ka sulmuar direkt me ato gjestet, shkoj në plazh, edhe një kremra, shalve, këmbë, çfarë s'ka thënë. Cili është mesazhi që ti do t'i jepje zoti Ramës, nëse do ta kishe këtu? Unë do t'i thoja duke parë drejt në sy, edhe do t'i thoja si fillim faleminderit që na ke vënë këtë vëmendjen e merituar, sepse domosdoshmërisht ne kemi ndikuar, por njëkohësisht do t'i thoja që influencerat, blogerat apo njerëzit që kanë ndjekës edhe sot rrjetet sociale kanë domosdoshmërisht ndikimin në shoqëri, do t'i thoje që ne kemi promovuar Shqipërinë, pjesët më të bukura të shoqërisë, edhe jashtë vendit, se ne kemi ndjekës edhe kudo nëpër Europë, kudo nëpër shtete unë kam ndjekës. Edhe më pyesin cili është ky vend, ua Shqipëria duke i bukur, ne kemi promovuar këto vendet e bukura. Por ai duke bullizuar, se është bullizim përderisa përmend shalet, kremrat apo
mënyra se si ne reklamojmë, se cila ka karakterin e vet, ose cili individ ka karakterin e vet. Ndoshta ka dhe një çik provokim. Është por është e shëmtuar sepse është populli i tij. Ndërkohë që ne jemi votuesit e atij dhe duhet na i japi shumë respekt përderisa ai është aty prej nesh. Gjëja tjetër që do t'i thoja është që ne nuk mos e paraqgjykoj librin nga kopertina duke parë ato kremrat e kështu, sepse një individi, edhe unë më vjen mirë për gocat e reja që futen me strategji, se është strategji biznesi, Instagrami apo TikToku apo rrjetet sociale. Po, është kthyer është shumë serioz, po. I kthejnë në të ardhura shtesë. Edhe kjo është për një individ që do të ecë si para. Ndërkohë, jashtë bloggers, influencer janë gjithë të shkolluar, janë të ditur, merren edhe me gjëra tjera. Ai po bën një gjë të shëmtuar që po paraqgjykon librin nga kopertina. Është piktor, nuk i falet. Keda me një koment për Sali Berishën. Fillimisht e kritikoi protestën, pastaj ka filluar po e mbështet, po protesta nuk e do. Si shikon edhe zoti Berisha? Nuk e kam studiuar me të thënë një mendim që t'jeti drejt, po them personalin. Po them personalin. Duhet i joti, bio. Mua më duket që është strategja në gjithë ato që janë aty, se politika nuk besoj se s'ka politikan strateg. Më duket sikur janë në bashkëpunim me ish kryeministrin Rama. Në një mënyrë të shëmtuar të fshehur, ndërkohë që njëherë është në anën e popullit, njëherë është në anën e zotit ish kryeministër, sa akoma nuk dua ta përmend më atë pjesë, por i ka ikur koha. Kështu që let na pastrojnë atë, kemi nevojë për frymë të re. Let iki bashkë me Ramën. Të flinë më herët se kanë nevojshme edhe nga mosha që kanë. Se përderisa ato përdorin ironi, po përdorim edhe ne të rinjt ironi me to, kështu që kjo për këtë i duhet ajo gota e verës. Për këtë ka nevojë dhe njerëzit. Cila i duhet? I duhet edhe ajo gota e verës para gjumi se ka thënë që është shëndetshme. Kështu që le të vazhdoj atë rutinën e vet edhe moshën siç e ka, edhe le të linë të rinjt një frymë e re. Çdo kush do gaboje, unë e di që edhe fryma e re që do vije në parlament, në qeveri apo në ato statuse, do gaboje, ama do sjellë një frymë të re, do sjellë një mendim të ri. Keda mendon që duhet të ketë një parti nga kjo protest, apo këta njerëz, sepse ka dy variante për protestën. O kthehet në një lëvizje qytetare dhe më pas politike, ose individu më spikatur shkojnë te partitë kryesore politike të PS-së, PD-ja dhe heqin Berishën, heqin Ramën, pra vjen një gjenerat e re, po atje. Si e shikon ti? Unë duhet të jetë shumë ajo e para, lëvizja nuk e kam të studiuar këtë, po duhet të jetë ajo lëvizja e lirë e popullit, edhe derisa... Pra të kthehet një lëvizje politike, po thua, protesta, jo të shkojnë te PD-ja të PS-ja. Jo, absolutisht, ç'është frymë vjetër, nga i pari te më i fundit nuk duam të shikojnë. Asnjë. Unë nuk kam personalisht asgjë me asnjëri. Patjetër. Ama në mënyrën se si kanë ardhur gjërat, edhe Shqipëria vetëm po shpopullohet, edhe po varfërohet, ka nevojë që nga i pari te më i fundit nuk ka dhënë maksimumin e tij. Kështu që po a beson vërtet që nëse do ketë një klasë të re politike, s'po ja vëmë emrin nga vjen, po ka një klasë re, motra jote do vinë në Shqipëri, pra do ketë këtë ndryshimin e madh. Shiko, ato do të jenë i them çdo kujt që do vijë në pushtet në të ardhmen, edhe në të ardhmen e shpejtë. Duhet të kenë kujdes sepse shqiptarit i doli frika. Kur shqiptarët bëhen bashk, siç rrezojmë ish zotin kryeministër Rama, edhe po e rrezojmë, ashtu mund ta rrezojmë edhe atë tjetrin shumë shpejt, nëse nuk sillet mirë me popullin shqiptar. Aq që kemi ne, sa të bëhemi pak bashk, jam mësuar edhe ato strategjitë tona. Rrjetet sociale i kemi. Po, i keni shumë. Kështu që duhet të kenë kujdes ata që vinë, sepse populli nuk hesht më. Është i lodhur, edhe më vjen keq që e përmend këtë, por jemi një popull i vuajtur. Edhe i ka ardhur vuajtja shqiptarëve në shumë aspekte, jashtë durimit, jashtë kapacitetit të çdo njeriu
edhe më vjen mirë që kanë nxjerr nga frika, e kanë ngrit zërin edhe u bën gjithë bashkë që gjëja më e fuqishme që po ndodh sot edhe po japim shembull në gjithë botën. Dhe mesazhi i fundit për ta mbyllur që ti ke për të gjithë ata të rinj, të reja që ende nuk kanë ardhur në protestë, ose edhe për ata që kjo është një pjesë e mesazhit, por dua edhe një mesazh për ata që ndoshta vinë atje për ta përdorur partitë e reja politike, për ta marrë, për ta bërë. Çfarë i thua të dyja këtyre grupeve? Për ata që s'kan ardhur, më vjen keq sepse po lodhemi ne tjerët. Edhe këta do të gjejnë gati. Më vjen keq, nuk e di si situata, se më justifikohen, nuk mund ta perceptoj dot vetëm me një fjali, më fal që po zgjatem. Jo, zgjat, u kemi kohë. Mund të mbyllet tamam. Por më vjen keq që më justifikohen, jam e zënë me punë, nuk do ndryshojë gjë, nuk do bëhet, kot po lodheni. Nëse ecën, edhe ky manifestimi që them unë tërkohën, nëse ecim me mendje negative, që ne duhet të ikim tërkohën jashtë, që ne duhet të durojmë disa të padrejtësi që ndodhin, disa krime që fshihen, qoftë edhe te fëmijët e vegjël që janë vrarë, qoftë edhe te një padrejtësi që ndodh aty jashtë, nëse heshtin, më vjen keq që e them këto, do jenë po të njëjtit njerëz që kur ta provojnë gjëra që i ka ndodhur aty në njerëzve që janë aty, sepse çdo kush që është aty në protestë e ka një arsye, një plagë zemre, që i ka ndodhur edhe e lidhur me shtetin. Normalisht, son nuk dalë me institucionet edhe janë të lidhur që domosdoshmërisht i kapish një nga një ata njerëz edhe ti pyesësh për çka ka ardhur, do të tregojnë situata konkrete që ju ka ndodhur pa drejtësi. Edhe këto njerëz që s'po vinë aty, nuk e kanë provuar ende. Ky është mesazhi për ata, kur ta provoni një padrejtësi, edhe t'ju fshihet krimi, edhe të keni një njeri tuaj në spital, edhe nuk do ketë kohë të mjaftueshme me çu jashtë shtetit, se çdo operacion i vështirë ne duhet të lëvizim jashtë vendit. Edhe do i mungojnë aparaturat, edhe do ndodhin këto situata, atëherë do ta thonë sa keq luftova për vendin tim edhe s'ngrita zërin e dhon. 1%. Gjithmonë ndryshimi ka ardhur nga një lider, nga një individ që ka bo luftra, nga një shkak që ka ndryshu shumë gjëra të tjera. Shiko, këto llampat që kemi ne dhe këto dritat që kemi ne, një ishte shpiksi. Po mos ishte shpiksi, nëse ne do kishim drita do ishim akoma me... Po mos ishte ëndra e shpiksit. Yes, kështu që vetëm një individ mund të ndryshojë krejt, e jo mund të bëhemi gjithë bashkë aty për të mirën, ne kemi dalë vetëm për të mirën e vendit edhe duhet i veshësh edhe këpucët e tjetrit para se me fillu me të vrak këpucët e tua. Po këtyre partive të reja që duan të përfitojnë, patjetër që nuk i largon dot nga protestat, ata duhet të jenë edhe është një normale, po tentativa për ta përdorur në favor të tyre. Nuk e di se cili është ajo që ata duan të marrin nga ajo, por nëse protestojnë ngrinë zërin edhe ato për ato drejta që ne na bëhen bashkë me drejtat tona, absolutisht le të jenë aty, mos mundohen me bo prapaskena edhe me thënë që shiko se organizimi ishte nga ne apo pjesa tjetër që i dalin kundra dhe nuk i duan aty të sillen keq me atë pjesë populli që nuk duan parti të vogla aty, por le të mbajnë atë qëndrimin e vet dhe të jenë popull. Je parti, je popull, je deputet, je popull. Sot jen pushtet, nesër si jen pushtet, nesër je një popull i thjesht edhe ti. Kështu që nëse bashkohen pa atë nuk më vjen. Pa interesin politik të tyre, le të jenë. Yes. Pa bërë llogaritë të tyre. Pikërisht, këtë po them. Nëse vinë aty pa interesin e tyre personal, le të bashkohen edhe i duart trokasim edhe ato që na bashkohen ne. Nëse vinë për interes edhe luajnë lojra pak më me qëllime eksakte, aty ndryshon loja, por sigurisht do ketë edhe nga këto që ndoshta duan të përfitojnë diçka. Mirë, në fund të kësaj bisede, faleminderit shumë, kënaqësi që të kisha. Bëm një bisedë shumë bio. Kënaqësi edhe për mua. Faleminderit. Ndërkohë, me këtë intervistë erdhëm në fund edhe të këtij episodi të Albania Newscast. Si gjithmonë ju bëj thirrje, bëni subscribe, jepni komentet tuaja. Stafi do t'i lexoj gjitha me vëmendje dhe padyshim do t'i reflektojmë në episodet e mëvonshme. Deri atëherë, ju uroj gjithëve një fundjavë sa më të mbar.